Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Arrestohet ish zëvendës kryeministri i Maqedonisë Severiu Tartan Grubi, mëngjesin e së hënës rreth orës 6 në vend kalimi kufitar Bllac është paraqitur ish zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë Severiu Tartan Grubi, mbi të rëndon një mandat arresti ndërkombëtar. Ai akuzohet për shpërdorim të detyrës zyrtare lidhur me llotarinë shtetërore. Në këtë dosje, ai po hetohet së bashku me Përparim Bajrami, ndërsa sipas pretendimeve bëhet fjalë për një krim me vlerë rreth 8 milion euro. Nga 9 dhjetori 2024, grupi ndodhet në listën e zezë të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përfshirjen në korrupsion të konsiderueshëm përmes marrjes së rishfetit për të minuar procese gjyqësore. Bashkimi Demokratik për Integrim përshëndet vendimin e Artan Grupit për të kthyer në vende për të dorëzuar tek autoritetet. Thirrja e opozitares shqiptare është për një proces në përputhje me standardet më të larta të sundimit të ligjit, para së gjithash me një nivel të lartë transparence në përputhje me interesin publik dhe mbi të gjitha me respektim të plotë të prezumimit të pafajësisë dhe me mbrojtje të drejtave dhe lirive individuale. Nga koalicioni i qeverisë vlerë reagojnë se BDI po dridhet nga frika se nuk e din se çfarë është gati të flasë Artan Grupi. Kutia e zezë e qeverisjes së BDI-s më në fund është dorëzuar. Artan Grupi është pjesëmarrës dhe ekzekutor i të gjitha marrëveshjeve të errta të BDI-s tuhet në reagimin e vlen. Sipas partisë në bashkëqeverisje, Bashkimi Demokratik për Integrim humbi në mënyrë katastrofale në zgjedhjet lokale dhe dështuan të gjitha premtimet e Remet Ahmetit për zgjedhjet parakohshme. Thirrjet anti-shqiptare vijojnë të trondisin sportdashësit në Maqedoninë e Veriut. Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim përmes një postimi në profilin e tij ka treguar ndaj koreve raciste në ndeshjen e futbollit të Sport Klub Bashkimi me Sport Klub Vardar. Tifozët Maqedonas kërkoni dhoma gazi për shqiptarët dhe shqiptari mirë shqiptari vdekur, vrisni shqiptarët. Faton Ahmeti në postimin e tij kërkon përgjegjësi pasi deri më sot nuk ka pasur asnjë reagim. A ka reagim dhe dënim për thirrje skandaloze shqiptari mirë shqiptari vdekur, dhom gazi për shqiptarët, vrisni shqiptarët, apo dhe kjo do të kalohet në eshtje, shkruan nënkryetari i Bashkimit Demokratik në Maqedoninë e Veriut. Rajoni. Dialogu Kosovë-Serbi do të jetë në udhëheqjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Reagimi vjen nga zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i Punëve të Jashtme, Glauk Konjusa, pas takimit me emisarin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Në njoftimin zyrtar thuhet se pjesë e tryezës ishte momenti aktual në cilën ndodhej dialogu. Konjusa ka theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar që dialogun ta shohë si një mundësi për përmirësimin e marrëdhënieve fshinjësore me Serbinë, si dy shtete sovrane në rrugën e tyre drejt integrimit evropian. Zgjedhjet e ardhshme presidenciale ishin ndër temat e bisedimeve mes ambasadorit të Britanisë së Madhe në Kosovë, Jonathan Hargraves, me kryetaren e Kuvendit Albulena Axhiu. Në njoftimin e shpërndarë për media thuhet se ambasadori britanik përshëndeti dhe përparimin e shpejtë që ka bërë Kuvendi në miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe buxhetin për vitin 2026. Hargraves u ndaldi në pritshmëritë për bashkëpunim të ngushtë ndërmjet parlamenteve. Bashkimi Evropian vijon përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një zyrtar i Bashkimit Evropian ka bërë të ditur për Frontline se aktualisht nuk ka informacione shtesë lidhur me mbajtjen e një takimi të nivelit të lartë në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Zyrtari referohet postimit në rrjetin social të zëvendës presidentes së Komisionit Evropian dhe profesuese të lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, ku ajo ka theksuar se është e gatshme të organizojë një takim të nivelit të lartë së shpejti. Sipas përgjigjes, përtej kësaj deklarate publike nuk mund të ndahen më shumë detaje në këtë fazë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Në mbledhjen e Këshillit të Imunitetit, Partia Socialiste ka dalë kundër kërkesës së prokurorisë speciale për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Deputeti dhe kryetari i Komisionit të Ligjeve, Ulci Manja, deklaroi se masat që janë në fuqi tani ndaj zonjës Balluku janë të mjaftueshme për nevojat e hetimit. Ndërsa deputetët e Partisë Demokratike deklaruan në Këshillin e Mandateve se do të kërkojnë sërish nga Kuvendi autorizimin e SPAK për arrestimin e numrit 2 të qeverisë. Nuk munguan akuzën ndaj mazhorancës se prej 2 muajsh kanë penguar drejtësinë dhe kanë shkelur kushtetutën dhe rregulloren. Prokurorët e SPAK paralajmëruan në mbledhjen e Këshillit të Mandateve se zëvendës kryeministre Belinda Balluku rrezikon 35 vite burg për vepra penale. Në mbledhjen e Këshillit të Mandateve mbajtur në kryesinë e Kuvendit, prokurorët e SPAK kanë deklaruar se gjendja e saj është të rënduar, pasi kur është kërkuar masa e parë e sigurisë, ajo rrezikonte deri në 10 vite burg, ndërsa sot akuzohet se ka kryer 9 herë një vepër penale që dënohet me nga 4 vite burg secila. Krahas asaj,
SPAK pretendon se më 20 nëntor 2025, Balluku intimidoi 2 dëshmitar duke u kërkuar të ndryshojnë dëshminë. Sipas prokurorisë speciale, kjo është e vërtetuar me transkripte të bisedave të cilat ndodhen në 16.000 faqe që prokuroria ka dorëzuar në kuvend. Prokuroria speciale pretendon se Balluku, avokatët e saj, nuk kanë ngritur asnjë pretendim për ndikim politik apo për ndjekje politike nga organi akuzës. Vendimi për mbledhjen e Këshillit të Imunitetit erdhi disa ditë pasi Komisioni Evropian i kërkoi kuvendit ta trajtojë pa vonesa kërkesën e prokurorisë së posaçme. Heqja e imunitetit të Ballukut nga kuvendi do të jap rrugë arrestimit të saj, qoftë ky arrest me burg në shtëpi apo dhe kontroll banese. Antarët e Këshillit mblidhen pasi gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e qeverisë për pezullimin e masës së gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit që pezulloi nga funksionet publike zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Dështoi rihapje e aksit Librasht Pogradec. Këtë të ënë vijojnë rrëshqitjet e dheut në zonën Arat e Gurës duke shkaktuar dëmtime të mëtejshme. Ura në këtë aks është përfundimisht e papërdorshme. Vetë kreu autoriteti rrugor shqiptar, Ami Kozeli, një ditë më parë, tha se ura duhet të shembet. Rrëshqitja e tokës dëmtoi dhe bypassin provizor që pritej të hapej këtë të ënë. Aktualisht lidhja vetme nga Tirana drejt Korçës është përmes aksit Maliq-Moglic-Gramsh, një rrugë që kalohet me vështirësi për shkak të infrastrukturës së amortizuar dhe që shton distancën me 1 orë. Për drejtuesit e mjeteve, autoriteti rrugor shqiptar thotë se duhet të përdorin rrugët Maliq-Lozhan, Strelc-Gramsh-Elbasan dhe Qaftan-Pogradec-Korç, Leskovik-Përmet Tepelen, ndërsa drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rënd duhet të përdorin rrugët në pikën doganore Qaftan-Maqedoni dhe pikën doganore të Bllatës, rruga Arbrit. Kryeministri i Shqipërisë argumenton lëvizjet e tij me helikopterin e forcave të armatosura për udhëtim në juglindje dhe jug të vendit. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama përgjigjëstroi pretendimet e opozitës se udhëtimi me helikopter erdhi për shkak të bllokimit të aksit Porrenjas-Librasht. Kryeministri deklaroi se lëvizja e tij ishte planifikuar më herët për të shoqëruar një grup investitorësh me prestigj ndërkombëtar në fushën e arsimit të lartë. Në lidhje me bllokimin e aksit kryesor në juglindje të vendit dhe se duhet një ligësi e madhe, një dishpërim i thellë dhe një padije e rëndë për t'ia faturuar qeverisë problematikën e një rrëshqitje gjeologjike të masivit natyror në anë të rrugës së vjetër, që ka ndikuar dhe aksin e ri, por që ka zero lidhje me ndonjë përgjegjësi profesionale dhe teknike të projektuesve, zbatuesve apo autoriteteve përkatëse. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e komentoi si dështimi i qeverisë në infrastrukturë dëmtimin në aksit rrugor Librasht-Pogradec. Nga foltorja e Selis Blu, Sali Berisha deklaron se kjo ngjarje tregon shkëputjen e qeverisë nga realiteti i qytetarëve. Ajo që po ndodh me të gjithë juglindjen e vendit është dëshmia më flagrante se si korrupsioni mund të godas, pothuaj, 1/3 apo 1/4 e shqiptarëve. Prej 3 ditësh, e gjithë juglindja e vendit është e dënuar nga një shembje e krijuar absolutisht nga dora kriminale e njeriu të korruptuar, e pabesueshme. Është një shembje e rrugës dhe urës që s'mund të ndodhte kurrë në qoftë se nuk do t'i gryeni lumin dhe mbështetjen e saj në skarpatin në lum. Aksi rrugor Librasht-Pogradec është i pakalueshëm për shkak të rrëshqitjes së tokës në zonën Arat e Gurës në fshatin Dragostunj. Prokuroria e Elbasanit fillon hetimet për dëmet që kanë sjellë bllokimin tërësor të qarkullimit në aksin rrugor Librasht-Pogradec. Hetimet nga Prokuroria e Elbasanit kanë nisur për veprat penale shpërtorimi detyrës, shkelje barazisë në tender apo ankande publike, shkatrimi rrugës, ndotja e ajrit apo tokës. Për këtë qëllim është krijuar një grup hetimor. Kreu autoritetit rrugor shqiptar, Ami Kozeli, shpjegon se po punohet për hapjen e një bypass i cili do të bëjë të mundur shmangjen në vijim të segmentit të dëmtuar dhe të urës që sipas tij ka dalë jashtë funksionit. Ura që e thamë edhe dje është e vitit 97 me dëmtimet që ajo ka psuar këto ditë, praktikisht do thoya që është degraduar dhe jashtë funksionit. Për ne si institucion është e rëndësishme që janë të pajisura me lejet përkatëse të gjitha punimet që zhvillohen në këtë segment. Dhe do doja të thoja që këtu gjithsesi në ky segment ose më saktë gjithë korridori 8 parashikon edhe mbrojtje lumore. Pra nuk jam në gjendje të jap një përgjigje lidhur me hetimin e prokurorisë, pasi nuk kam dieni, por për ne si institucion është shumë e rëndësishme që kontraktori është i pajisur me gjitha lejet për punimet që po zhvillon. Bllokimi i lëvizjes në juglindje të Shqipërisë rrezikon të dëmtojë ekonominë e vendit. Më së shumti rrezikojnë të preken marrëdhënie tregtare me Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut.
Me këto dy shtete u realizua një volum tregtar prej 117 miliard lekësh në vitin 2025, importe plus eksporte, ose rreth 1.2 miliard euro. Kjo shumë sipas Instat përbën rreth 1/10 e volumit tregtar. Për 2025 në volumit tregtar me Greqin, importe plus eksporte ishte rreth 960 milion euro. Ky shtet është partneri i 4 të importeve në vend pas Italisë, Kinës dhe Turqisë, ndërsa Maqedonia e Veriut është partneri 7 për eksportet. Bota. Rusia paralajmëroi rikthimin e vëmendjes tek armët bërthamore. Presidenti rus Vladimir Putin uroi me rastin e ditës së mbrojtjes së Dheu dhe nënvizoi rëndësinë e këtij armatimi. Zhvillimi i triadës bërthamore mbetet një përparësi absolute pasi garanton sigurinë e Rusisë dhe siguron frenim efektiv strategjik dhe ekuilibrin e forcave në botë, tha Putin në një videomesazh me rastin e festës publike në nder të forcave të armatosura. Presidenti Putin vlerësoi dhe fushatën ruse në luftën kundër Ukrainës dhe i bëri omazh ushtarëve të rënë. Një stuhi dimërore detyroi mbylljen e shkollave dhe pezullimin e shërbimeve të transportit në pjesën verilindore të SBA-s, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për dëbor të dendur, era të forta dhe udhëtime të rrezikshme. New Yorku shpalli gjendjen e emergjencës dhe mbylli të gjitha shkollat publike, ndërsa zyrtarët kërkojnë që banorët të qëndrojnë në shtëpi. Kryebashkiaku Mamdani urdhëroi largimin e automjeteve nga rrugët për të lehtësuar pastrimin e dëborës dhe punën e ekipeve emergjente. Guvernatori i New Yorkut aktivizoi 100 anëtar të gardës kombëtare për të ndihmuar në zonat më të prekura, ndërsa në Massachusetts dhe New Jersey u shpallën emergjenca rajonale. Mbi 5000 fluturime u anulluan për të hënën, ndërsa ndaluan shërbimet e autobusëve dhe trenave. Edhe shërbimet publike në Rhode Island janë pezulluar derisa moti të përmirësohet. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.